Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisioni Evropian miraton fondet e reja për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi nga paketa e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Jashtë mbeten Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Shqipëria në këtë paketë do të marrë pagesën prej 100 milion eurosh. Bosnia nuk e ke miratuar planin e rritjes dhe agjendën e reformave, ndërkohë që Kosova ishte ndër vendet e para për të cilat komisioni e pati aprovuar një agjendë të tillë në vjeshtën e vitit kaluar, ndërsa pagesat nuk janë të mundura pasi nuk ka institucione që me Bashkimin Evropian do të bënin marrëveshje formale, e ajo marrëveshje do të kalonte me 2/3 me ratifikim në Kuvendin e Kosovës. Komisioni Evropian ka tërhequr vërejtje në disa raste se kjo paketë është e veçantë, dhe sa ajo ka afat të kufizuar kohë. Mjetet që nuk do të përdoren nga ndonjë vend i rajonit do të shkojnë për ato vende që i përmbushin kushtet. Ambasadori sapo emëruar gjerman në Prishtinë, Ranier Rudolf, shpreh optimist se Kosova shumë shpejt do të formojë qeverinë e re. Diplomati gjerman ritheksoi mbështetjen ndaj synimeve europiane të Kosovës si dhe integrimin e saj ndërkombëtar. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është një prioritet absolut për ministrin e jashtëm gjerman, Johan Radeful. Për secilin prej nesh në Europë, hapi i parë drejt integrimit evropian është forcimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit rajonal me fqinjet tanë përkatës, nënvizoi ambasadori i sapo emëruar gjerman në Prishtinë, Ranier Rudolf. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskovski është kundër ndryshimeve kushtetuese, pa marrë garanci nga Bashkimi Evropian se nuk do të kërkojnë të tjera ndryshime. Pas bisedimeve me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Meskovski tha se shumë mirë e di se përfshirja e bullgarëve në preambull është kusht për hapjen e negociatave. Derisa emën kryeministri, ndryshimet kushtetuese nuk do të bëhen pa përmbushjen e detyrimeve nga fqinji lindor dhe garanci konkrete nga Bashkimi Evropian, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Sipas Meskovskit, qeveria e drejtuar prej tij kërkon respekt të vazhdueshëm për të drejtën ndërkombëtare dhe fqinji lindor gjithashtu ka detyrime dhe ne duam dhe garanci. Maqedonia e Veriut është gati për të hyrë në zgjedhje. Agjencia për Shërbime Mediatike paralajmëron media se fushata zgjedhore për raundin e parë të zgjedhjeve lokale zgjat deri në orën 24, më datën 17 tetor 2025. Nga 18 tetori deri në orën 19 të 19 tetorit fillon heshtja zgjedhore. Sipas kodit zgjedhor, shkelje vlerësohet transmetimi i çdo lloji informacioni, fotografie, materiali audio dhe audiovizual që lidhet me ose që përfshin pjesëmarrësit në zgjedhje, çdo formë e raportimit mediatik që është e hapur ose fsherozi në shërbim të fushatës së dikujt dhe që mund të ndikojë në vendimin e votuesve. Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut do të përdorë drone për të garantuar rendin dhe qetësinë gjatë zgjedhjeve lokale që do të mbajnë të dielën. Në aksion do të përfshihen ekipe policore, pika statike e kontrollit si dhe dron për mbikëqyrje ajrore të situatës. Qëllimi është reagimi më i shpejtë dhe garantimi i sigurisë së qytetarëve që do të votojnë. Nga ministria u bëhet apel të gjithë qytetarëve dhe subjekteve politike të përmbahen nga aktivitete që mund të dëmtojnë procesin zgjedhor dhe të bashkëpunojnë me oficerët e policisë. 2 ditë përpara zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti viziton Tiranën dhe takohet me krerët më të lartë të shtetit. Bajram Bega vlerësoi rolin e Ahmetit si një ndër themeluesit e UÇK-s, ndërsa theksoi se tubimi krah veteranëve në Tiranë dëshmon mbështetjen unanime të shqiptarëve ndaj luftës së drejtë për çlirimin e Kosovës. Kreu i shtetit garantoi mbështetjen e Shqipërisë ndaj faktorit politik shqiptar në rajon dhe përpjekjeve për të siguruar ndaj qytetarëve një jetesë më të mirë. Ali Ahmeti zhvilloi një takim dhe me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi dhe sekretarin e përgjithshëm të partisë Blendi Klosi. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti gjatë fjalimit të tij në tubimin e mbajtur nga Alanca Kombëtare për Integrim në Tetov, bëri thirrje për një mobilizim të gjithanshëm dhe të vendosur të qytetarëve në zgjedhjet e 19 tetorit, duke cilësuar këtë proces si një referendum kombëtar për dinjitetin, integrimin dhe të ardhmen. Ai theksoi se Alanca Kombëtare për Integrim nuk është vetëm një projekt politik lokal, por një vizion për përparimin e të gjithë shqiptarëve në rajon. Ne duhet të angazhohemi seriozisht për të kapur hapin me Shqipërinë, Malin e Zi dhe për të lëvizur përpara së bashku. Nuk është mirë as për maqedonasit dhe as për ne të qëndrojmë të ndarë dhe të vënuar. Është koha për ndryshim të kushtetutës, për t'i thënë por Europës për t'i hapur dyert ekonomisë, investimeve dhe vendeve të reja të punës, deklaroi Ali Ahmeti. Fillon vaksinimi i popullatës kundër gripit sezonal në Maqedoninë e Veriut. Në mbar vendin janë hapur 35 pika vaksinimi, prej të cilave 5 janë në Shkup. Deri më sot, 43.000 qytetarë janë paraqitur përmes aplikacionit online të ofruar nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa mundësia për paraqitje mbetet e hapur. Interesi i qytetarëve që deri tani janë paraqitur për vaksinën kundër gripit sezonal është i madh. Jam i kënaqur me interesimin e treguar dhe dua të rikujtoj se mundësia për paraqitje është ende hapur përmes aplikacionit ose përmes mjekut familjes, deklaroi ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut. Këtë vit ministria ka siguruar 80.000 doza vaksinash 4 valente. Vaksinimi i falas përfshin personat mbi 60
65 vjeç, personat me sëmundje kronike, punojësit shëndetësor, gratë shtatzëna dhe fëmijët nga 6 muaj deri në 5 vjeç, si dhe personat që qëndrojnë në institucionet e kujdesit social për të moshuarit dhe punësuarit në këto institucione. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shumica e shqiptarëve janë kundër ndryshimeve në ligjin për barazinë gjinore. Në këtë përfundim ka arritur koalicioni Pro Familjes pas një studimi të kryer në mbarvenden. Sipas këtij studimi, 97% e shqiptarëve përcaktojnë gjininë si mashkull dhe femër biologjik duke refuzuar konceptet e reja të identiteteve gjinore. 99% e shohin familjen tradicionale, burr, grua dhe fëmijë si themelin e shoqërisë shqiptare. 96% kundërshtojnë zëvendësimin e fjalëve nën dhe bab me prind 1 dhe prind 2. 95.7% janë kundër futjes së edukimit gjinor në shkolla duke cilësuar si indoktrinim ideologjik, ndërsa 92% refuzojnë martesën dhe adoptimin nga persona të së njëjtës gjini, dhe nëse kjo do të ishte kusht për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Krahas asaj, 94% kërkojnë që ligjet që prekin vlerat morale dhe familjare të miratohen me referendum, jo vetëm me votë parlamentare. Studimi kombëtar përfshin 10.000 qytetarë nga të gjitha qarqet e Shqipërisë. Marzhi i gabimit është vetëm 1.2% dhe niveli i besueshmërisë është 95%. Kryeministri Edi Rama kërkon më shumë biznese turke në vend. Gjatë forumit të investimeve Shqipëri-Turqi, ai e cilësoi Shqipërinë si një ishull mundësish për sipërmarrësit që kërkojnë të shumëfishojnë fitimet në kohë të shkurtër. Rama vuri në duke dhe rritjen e ndjeshme të numrit të turistëve nga Turqia, duke theksuar se 300.000 turistë turq vizituan Shqipërinë këtë vit, një shifër e jashtëzakonshme krahasuar me vitet e kaluara. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd, dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Kryeministri theksoi se Shqipëria është porta më afërt e Turqisë me Bashkimin Evropian dhe se qeveria shqiptare nuk është thjesht mike, por një partnere strategjike që garanton mbështetje të plotë për investitorët. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare është më e fortë se kur. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila i japi rrugë presidentit të Republikës për të shpallur vakancën në vendin e Sonila Bejtjas. Në një konferencë për media, Sali Berisha cilësoi këtë ngjarje si të rëndë. Sipas Berishës, gjykata kushtetuese në këtë mënyrë është bërë notere një seri veprimesh antikushtetuese antiligjore të eksponentit më kryesor të mafjas në drejtsinë shqiptare me emrin Sokol Sadushi dhe presidentit antikushtetues. Për të larguar nga gjykata kushtetuese armikën Sonila Bejtja, gjykatëse kushtetuese e emëruar në vitin 2020 me dekret të presidentit Ilir Meta, gjykata kushtetuese vendos, duke shkelmuar mbi ligjin e vet, të shpallë jashtë çdo lloj kompetence ndër prerjen e mandatit të saj. Gjykata kushtetuese shqyrtoi kërkesën e presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj për deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Pas gjykimit të kërkesës së presidencës, gjykata kushtetuese sqaroi se në këtë fazë tranzitore do të zbatohet parimi i përtëritjes së pjesshme të përbërjes së tyre. Ky vendim i hap rrugë presidentit të Republikës për të shpallur vakancën për mandatin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Ky parim vjen si rrjedhojë e nevojës për rikthimin e funksionit të rregullit dhe të balancuar të institucionit pas krizës kushtetuese të viteve të fundit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë kërkon nga Shqipëria përmbushjen e detyrave të shtëpisë për çështjen e integrimit. Silvio Gonzato nënvizoi SB inkurajon proces gjithëpërfshirës për reformën zgjedhore. Duke referuar digitalizimit të proceseve zgjedhore, Gonzato kërkoi të fuqizohet transparenca, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian mbështet KQZ në këtë proces. Digitalizimi sjell dhe mundësi për manipulim. BE është rregullatore për transparencë dhe reklamat politike. Së shpejti do të ngrihet Komisioni për Reformën Zgjedhore, tha përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
Këshilli i Ministrave mbron përpara gjykatës kushtetuese kërkesën për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Në dokumentin që Këshilli i Ministrave dërgoi në kushtetuese thuhet se qeveria ka zbatuar vetëm një akt formal pasi shkarkimi i Erion Veliajt është iniciuar nga Këshilli Bashkiak i Tiranës për shkak se Veliaj nuk u paraqit 3 muaj në detyrë dhe për shkak të masës së arrestit me burg që prej datës 10 shkurt. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka konstatuar se mosparaqitja në detyrë në rrethanat e sipërcituara dhe për një periudhë më të gjatë se 3 muaj përbën shkak ligjor për të propozuar shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit Bajram Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë. Më 31 tetor, gjykata do të mbajë seancën e parë publike për të shqyrtuar shkarkimin nga detyra e Erion Veliajt nga qeveria me propozim të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.